Të dashura gra dhe vajza, sot është 1 tetori, muaji i sensibilizimit të luftës kundër kancerit të gjirit. Ju bëj thirrje që të vini të shfrytëzoni të gjitha mundësitë për të bërë ekzaminimet mamografike dhe ekografike dhe çdo vizitë tjetër në të gjitha institucionet shëndetësore, qofshin këto ambulanca, mamografi të lëvizshme, qendra spitalore, qendra terciare, për të bërë një diagnozë sa më të hershme. Diagnostikimi i hershëm është balas me jetë. Kanceri i gjirit, kur diagnostikohet e hershëm, është mbi 98% të rasteve i shërueshëm. Diagnoza e hershme dhe ekzaminimet histopatologjike, testet biomolekulare që kemi ne, bëjnë që të realizojmë trajtimin sa më adekuat dhe sa më shkencor të kancerit të gjirit. Çdo kush që ka pasur në familje një rast me kancer gjiri, të nxis motrën e vet, nënën e vet, komshien e vet, të njëjtën e vet, të vej të bëjë një mamografi kudo që ajo do të mundet. Të sëmundje, po të bëjmë të gjithë bashkë, ne ja dalim, arrim ta mposhtin. Edhe një herë ju lutem, shfrytëzojeni këtë muaj, shfrytëzojeni maksimalisht për të bërë sa më shumë ekzaminime mamografike dhe ekografike, për të diagnostikuar sa më shumë raste të reja për të fituar jetë.